Sot inshallah vazhdim të flasim për një prej kushteve të Islamit e që është zekati, për cilën Allahu Azza wa Jall i ka obligu besimtarët, i ka obligu muslimanët të cilët e kanë një sasi, një shumë të caktuar të parave, nëse arrin vlera e tyre 85 gram për arit, atërës do të me dhonë 2.5% të pasurisë të tina me dhonë zeqat. Për cilën pejgamberi a.s. thot, bunjel islamu le khams, është ngrit islamin mbi 5 shtylla. Shahadeti, dëshmia se nuk ka zot tjetër që e meriton adhurimin përveç se Allahut, falja namazit, pastaj thot agjërimi mujt e shajt Ramazanit, dhënia e zeqatit për ata të cilët kanë mundësi. Dhënia e zeqatit ku shumë ajete Allahu Azza wa Jall thot wa aqimu s-sala wa atu z-zakat, falni namazin edhe jepni zeqatin. Zeqati ky obligim për cilën pejgamberi alayhis salam Muadh ibn Jabalit kur e ka dërguar për në Yemen për me thirrën në Islam, ka thonë ti po shkon tek një popull që janë ehlul kitab, adhurues pasues të librit, krishter apo jahudi. I pari sen që ka do të me thirë është fjallin la ilaha illallah. Nëse ata të përgjigjen, mësëja atyne namazin që e kanë obligim. E pastaj thot, mësëja që do të me dhonë zeqatin i cili mirët pej pasurve edhe jipet fukarave. I mirët e pasurve 2.5% i pasurisë të tyre, të cilën e kanë grumbullu, të cilën për kushtet e zeqatit të flasi pastaj. 2.5% i pasurisë të tyre i mirët të pasurve i jipet fukarave. Thot drejtori i programit botëror të ushqimit të OKB-s, David Bestler, thot, nëse vetëm 2 persona e jepi pi pasurisë të në veç 2%, ka mu zgjidh problemi i fukarallakut që njerëz mës me vdek uni. Veç 2 persona. Thot pronari i Amazonit edhe pronari i Teslës. Nëse veç ta 2 pi pasurisë që e kanë, e jepin vetëm 2% tëne, zgjidhet problemi i fukarallakut. Këto për cilën dietarët ka thonë edhe jam betu se vallahi nëse jepet zeqati i muslimanëve, nëse ju jepet besimtarëve, nuk kime pas njerëz që mi au dhonë pastaj zeqatit. S'kime gjetë fukara. E na po foli për vendit tonë, po foli për vendet arabe që i kanë ma shumë se so këta 2 persona pasuni, edhe se jepin zeqatin e tyne. E njerëz në për Afrike, në për vendet tjera, vdesin uni, për shkak se muslimat nuk e jepin zeqatin. Jo që nuk i ndihmojnë, nuk e jepin zeqatin që e kanë obligim, e kanë farz. E vdesin njerëz. Na po foli për vendin tonë që e kem obligim me dhonë zeqatin. Edhe se kur vendin tonë e dhojnë zeqatin, vallaj s'kishe me gjetë më fukara. Apo s'kish me pas nevoj me dalë për televizione me mbledh sadak apo diçka për mi u siguru ushqim apo veshbati këtyne. Veç me zeqat jesh mbledh, jesh përmbush, jeshin përmbush nevojet e fukarave. Kjo është një obligim që Allahu Azza wa Jall na ka obligu. E që pejgamberi alayhis salam na ka thonë, vallahi, mos u friksoni se nuk paksohet pasunia me sadak. Nuk paksohet pasunia juve me lëmosh. E Allahu Azza wa Jall thot, jo që veç nuk paksohet, pa Allahu ja u pastron pasunin tonë, ja u pastron qysh. Thot Allahu, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim. Merja, thot pejgamberi alayhis salam, merri pi pasunisë të tyne, merja u zeqatin. Tutahhirhum, me a pastru pasuninë e tyne. Wa tuzakkihim, edhe Allahu i çon bereqet pasuninë e tyne. Wa salli alejhim, edhe bë dua për ta, për ata të cilët e dhojnë zeqatin. E në jetë tjetër, thot Allahu Azza wa Jall, shembulli atyne të cilët jepin për hir të Allahut, e jepin zeqatin apo jepin sadak. Është sikur se shembulli i tina i cili
e mbjell një kokër të kallamoqit, nëse e mbjell veç një kokër kallamoqit, e qet në dhej, çka del? Del një fryt, pema apo bima e kallamoqit. So i qet? Thotë Allahu Azza wa Jall, i qet 7 kallëj. Se cili kallëj minimumi ka 100 kokra. Minimumi i ka 100 kokra, për një kokër kishtin dhe, ka dal fruti i sajna me 7 kallëj, me 7 kallamoqa. Se cili kallamoq i ka 100 kokra mrena minimumi. Do më thonë për një kokër i ki fitu 700. Thotë Allahu, kjo është shembulli aty në cilët jepen zekatin apo sadakën. Allahu ja shton bereqetin, ja shton pasurinë, 700 fish ma shumë, 700 herë ma shumë. E juve çkaq, thotë Allahu, wallahu yudha'ifu limen yasha, Allahu ja shton dikujt edhe ma shumë se sa çkaq. Menon dikur se nëse jep pasurinë 2.5% bëhet fukara. Apo ju ulet pasunia tina. Wallahi nëse se jep komi kërsit dikon tjetër ma shumë se 2.5%. Komi ja qua Allahu naj smundje, a naj fatkeci, a naj musibet, ose nuk i dhez një biznis që e ka mendua i që kish me fitua dhe ma shumë se 2.5%. Ata Allahu Azza wa Jall garanton për këta, që Allahu ta shton pasunin nëse te e jep 2.5% e asajna që të ka obligu Allahu Azza wa Jall. Edhe kjo është farz. Kjo është obligim. Nuk është që është vullnetare me thonë dikush jo lloj, nëse duhe jepje sikur sadaka, lëmosha. Zekati është farz, një në vjetë me dhonë për ata cilët e kanë obligim. Pastaj zekati, thot pejgamberi alayhis salam, sadaka, zekati, ato që ka e për hir të Allahut Azza wa Jall, e shun hidhrimin e Allahut nëse ki bo diçka që Allahu është hidhrun ty. Nëse ki bo në gjuna, nëse ki bo në i vepër të keqe, sadaka, zekati e shun hidhrimin e Allahut Azza wa Jall. E thot pejgamberi sallallahu në hadith tjetër që transmeton Ahmedi, thot njeri është në hijen e sadakës së tij në ditën e gjykimit. Është në hijen e arshit të Allahut Azza wa Jall në ditën e gjykimit. Në këtë hadith thot pejgamberi sallallahu, njeri është në hijen e sadakës së tij në ditën e gjykimit. Kur njerëzit kanë mozhyt në djers, tu e prit mi anis gjykimin. E në hadithin e Bukharit dhe Muslimit, thot pejgamberi sallallahu, 7 lloj njerëz Allahu i fut në hijen e tina. Në ditë kur nuk ka hije përveç hijes të Allahut Azza wa Jall. Një prej tyre është ai i cili jep lëmosh, jep sadaka apo jep zekatin me dorën e djathtë, sot që as dora e majt nuk e shat ato çka e ka dhënë ai. Edhe ky është për shpërblimin e thonave që Allahu Azza wa Jall i ka përmend. Allahu Azza wa Jall i përmend në Kur'an disa burra që kanë vdek. Thot rijalun la tulhim wala bay'un wala tijaratun an dhikrillah. Kanë qenë disa burra të cilët pasunia e tyre, biznesi i tyre, tregtia e tyre nuk i kanë ndalu prej përkujtimit të Allahut. E as nuk i kanë ndalu prej faljes së namazit. E as nuk i kanë ndalu për me dhënë zekatin. Kanë qenë biznesmena të mëdhej, tregtar të mëdhej, mirë po kur ardh puna me fal namazin, janë dalë dhe kanë fal namazin. Kur ardh koha me dhënë zekatin, e kanë dhënë zekatin. Këta burra i ka livdu Allahu Azza wa Jall në Kur'an. E nëse na dojna me kompi atyne, do të pi pasunisë tonë me dhonë zekatin që Allahu Azza wa Jall me na pastru. E pi dënime pi atyne të cilët nuk e dhojnë zekatin. Thotë Allahu Azza wa Jall, walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda, ata të cilët e grumbullojnë pasuninë e tyre. Pi arit apo argjendit, pi euro apo dollarëve, pi bitcoina apo pi etherumit, apo pi senë pasunisë së bote. Wala yunfiquna fi sabilillah, edhe nuk e japin ato për hir të Allahut Azza wa Jall. Nuk e dhojnë zekatin e pasunisë tyre. Fabashshirhum bi'adhabin alim. Përgëzoj ata me një dënim të dhimbshëm. Ku thot Allahu Azza wa Jall pasunia tyre në ditën e gjykimit. Shuhet, shkrihet në zjarmin e xhenemit.
E pastaj çaj zermi i xhenemit i pasunisë së tyre kanë muhekuros ftyrat edhe gjyksat e tyre. E transmetimi tjetër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ditën e gjykimit ka marrë një gjarë për i madh, me 2 pika të zeza mbi syt e tina, prej helmit të madh që e ka. Edhe i rrethohet në qafën e njeriut, edhe thot, unë e jam pasunia e jote, të cilën nuk e ke dhënë zakatin e saj. Këto dënime Allahu xhel i ka përgatitur për ata të cilët nuk e dhojnë zakatin. Zakati vllazni është obligim për ata të cilët e kanë arrit pasunia të në arrin vlerën 85 gram të arit. E nëse e shumëzon me çmimin e arit tash del dikon mbi 7.000 euro. Kjo është kushti i parë. Momenti kur ti i ki bë mbi çat sasi të pasunisë. Kushti i dytë është që pasunia jote, që ajo mos me kon asnjëherë gjatë vitit nër çato, nër vlerën 85 gram të arit. Edhe në fund të vitit e këshyr pasuninë se sa ai ki. Ai ki 7.000 euro, a 8.000 euro, a 10.000 euro, edhe jep 2.5%. Ajo çka është interesante te zakati është se mund të më ia dhon edhe familjes tonë. Mund të më ia dhon edhe vllaut ton, që si ka kushte, të është fukare. Mund të më ia dhon edhe motrës tonë, që është fukare. Mund të më ia dhon edhe djalit vllaut ton, mund të më ia dhon edhe dajës ton, mund të më ia dhon edhe miqës tonë, mund të më ia dhon edhe hallës tonë, mund të më ia dhon edhe tezës tonë. No, këtë familja më e ngushtë. E lemo edhe tjetë ma gjon, përveç se prindve, për shkak se prind i ki obligim i mojt. Nëse e ki djalit që s'është të jetu me ty, edhe djalit lejot, qika të ka martu, edhe asajna lejot, mi adhon zakatin. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, sadaka ma e mirë, edhe zakati ma i mirë është nëse ja dhe jep familjes tënde, për shkak se është e kryen edhe obligimin ndaj Allahut azza wa jall, po edhe i lidh apo i forcon lidhjet parafisnore. Allahu azza wa jall s'po thot ama mu, ose shko sikur një ndi shkojnë i prejnë kafsh edhe i lojnë që aty mi hangër zotrat e tyne në thojza. Allahu azza wa jall edhe në kurban bajram thot prej kurbanin dhe haje vetë, e një pjesë përndaj edhe fukarave. Ajo që ka arin të Allahu azza wa jall, arin devotshmëria, atë bindja që ti e ki që e pe bën për hir të Allahut azza wa jall. Jo vepra si vepër. Dhe veprën që pe bën ti nuk shkon te Allahu. Nuk i hin Allahut azza wa jall, nuk ka dobi pjesojnë asnjë send. Pisosoj pasunit ti që e jep, ja jep familjes tënde, ja jep fukarave. Po për jep veç për hir të Allahut, për ato që njëti pe bën për hir të Allahut, që arrin te Allahu azza wa jall. Allah s'ka dobi pjesojnë. Nuk po thot Allah merrni edhe kallni për hir tëmë, mushduk. Jo, për shkak rrujtjes së shoqënisë, që shoqënia kolektive mos me shtri dorën të tjerë, mos me dalë në për Facebook, në për televizione me lyp lëmosh. Nëse e dhojnë zakatin, krejt Kosova, për një kohë shumë të shkurtër s'ki me gjetë fukara për me dhonë zakat. Ashtu që ka ndodhur në kohën e Omer Abdulazizit, kanë lyp njerëz fukara me dhonë zakatin, s'kan gjetë, domos s'kam nevojë. Ai tjetri s'kam nevojë. Për ata Allahu azza wa jall na ka obliguar. E koha më e mirë për me dhonë zakatin është në kohën e Ramazanit, për shkak se çdo vepër, çdo ibadet që e bën për hir të Allahut azza wa jall shumë fishohet sevapi i saj. E lutem Allahun na vërsoj dhe qulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Një obligim tjetër vllazni që e kemi na si musliman në kohën e Ramazanit, e që kjo është gjumoja e fundit për këtë Ramazan, e që e lusim Allahun azza wa jall të na ketë pranuar çdo ibadet, çdo adorim, e Allahu të na ketë falë mëkatet tona. Është obligimi tjetër që jepet sadaqatul fitr apo vitrat që e quajmë tek na. Ajo thot pejgamberi alayhis salam që është obligim për çdo musliman, që është i rritën apo i vogël apo fëmijë, apo edhe nëse nana e ka fëmijën në bark edhe e ka një gjallë, do të më dhon vitër për të. O nuk është obligim veç për ata të cilët kanë agjëruar.
është obligim vitrat me dhona edhe për ata të cilët nuk kanë agjëru. Do fëmia se ka obligim me agjëru, as nuk ka agjëru, jepën vitra edhe për të. Vitrat, sasia e saj na thot pejgamberi alayhis salam, thonë sahabët kohën e pejgamberit alayhis salam na ka obligu pejgamberi alayhis salam me dhon një enë të mbushur me oriz apo me hurme, apo në kohën e sodit që është fasol apo sa në çka njerëz i kanë bazë të ushqimit. E që ato kanë peshu 2.5 kg apo 3 kg apo 2 kg. E që vlera sot parafërsisht është 3 euro për person. E pejgamberi s.a.s. na ka obligu me dhon vitrat që këto vitra me kon shkaktar lëshimet që ka i kena bo gjatë agjerimit. Nej shamje, nej ofendim, nej shikim haram, apo nej gjuna që e kena bo gjatë agjerimit që këto vitra me i la këto gjuna. Për ata minimumi është një pjatë që e ka dhonë pejgamberi alayhis salam, e që të na u caktu 3 euro minimumi, e pastaj jepet edhe ma shumë për i 5 euro apo 10 euro apo kush dën sa ma shumë që jep, ka shpërblim ma shumë tek Allahu azza wa jall. E shpesh herë vesin do sa do të me dhonë une. Është e kthyer te gjinoje sa ki bu. Nëse jepi aty në që dohoni s'kalon tu shoh herë shoj njëndën e herë tjetër në Allahi, vitër ka gjatë do të më dhonë. Se ka bu gjinoje shumë. Ai që e ka mojt gjuhën, edhe 3 euro lahon ato gjinoje. Po dikush që si u hip në kerr filonit atina e këtina ashtu të selam ati tjetrit e sa herë ka dal ka ofendu, ka shajt, pa dyshim se e ka zbe se vapin shpërblimin agjerimit tina. E vitrat janë ato cilat i plotësojnë apo i shlyn këto gjinoje, këto lëshime që ka njeri i bën gjatë agjerimit. Jepët fukarave për me gëzu edhe për bajram. Nëse është subhanallah, për çdo sen Allahu i ka vequ fukarat, i ka kushtu rëndësi të madhe fukarave, sikur të zeqati, sikur të sadaka, sikur se të vitrat, sikur se të kurban bajrami, e prejnë kurbanin të mëdhebi Hanefi 1/3 e nalë për veti, 1/3 për familjen tonë të ngusht, familjarët e ngusht, 1/3 ja je fukarave. Gjithçysh edhe gjithmonë i ka kushtu rëndësi Allahu azza wa jalla pejgamberi s.a.s. fukarave. Pastaj është çështje tjetër te vitra, pse a lejohet vitrat më dhonë në një shtet tjetër. Sikur se shpesh këto hajde i çojnë në Afrikë apo i çojnë diku tjetër. Shumica e mëdhëve Shafit, Malikit dhe Hanbelit thonë se nuk lejohet me çu jashtë shtetit që jeton ti. Kurse Hanefit e kanë leju, mirë po ka thonë se është mekruh, është e urrejtme me çu jashtë shtetit tënd. Për shkak se edhe kjo është mendimi më i saktë, që lejohet me çu jashtë shtetit tënd, mirë po mas pari me këshyr nevojat e shtetit ku jeton ti, e vendit ku jeton ti, e rrethit ku jeton ti. Nëse jam plotsu, s'ka më këtu fukare, s'ki më kujt më ia dhon këto vitrat, atë shkon te shteti për rreth. Masaj shteti tjetër, kështu derisa mu zgjonu e me dhon tjetër kund. Mirë po, jo po kam qenë miqune në Afrikë, kurse të pas këtu fukare, jo, jep këtu. Vitat jepën këtu, e nëse plotësohet edhe ka shumë, edhe s'ki ku miqu më këtu, apo nuk din ku miqu, atërës lejohet miqu jashtë shtetit. Kjo është mendimi i Ebu Hanifës që është më i saktë, që lejohet miqu jashtë shtetit përveç se nëse plotësohen nevojat e fukarave në shtetin ku jeton ti. Këto janë vitrat që i kemi obligim mi dhon. Kur jepën vitrat? Vitrat jepën para se mu fal namazi bajramit. Nuk lejohet mu dhon më herët. Mu dhon një javë më herët, apo një muj më herët, apo 2-3 javë më herët. Ato që ka e kanë leju edhe Hanefit, është me dhon 1 ditë apo 2 ditë. Nëse ti ja jep dikujna që i grumbullon, ata lejohet edhe 1 javë 2 javë më herët, se ky veç pi grumbullon. Është shoqata apo bashkia islame i grumbullon, ajo i shpërndan para bajramit. Mirë po, i grumbullon edhe më herët. Grumbullimi nuk është shpërndamje. Nëse unë t'i do ty e thëmë, merri që do 5 euro apo 10 euro të vitrav, edhe ti natën e bajramit apo 1 ditë para bajramit, apo te Hanefit e kanë liu edhe 2 ditë para bajramit, sipas disa sahabëve që e kanë praktiku, mi dhon vitrat, ai shpërndan çatërës. Përndryshe, më herët nuk është e preferuar. Kurse mas që të falet namazi i bajramit, pejgamberi s.a.s. ka thonë kjo mo nuk është sadakatul fitr, po është sadak. Nuk quhet mo që është vitra,
po është sadak e thjeshtë. Kjo është koha kur jepet vitrat Allahu xhel na pranoft çdo ibadet, çdo adhurim, na fal çdo gabim që kena bën me qëllim apo pa qëllim. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum wastaghfirullahi li wa lakum wastaghfirullahi li wa lakum.